Kush i bën punë të shtëpisë dhe a duhet i shërbej gruaja prindërve të burrit? Unë mendoj që kjo është një çështje që kthehet tek tradita dhe zakoni dhe mënyra se si jetojnë gjithë njerëzit. Pra ne nuk mund të sjellim një rregull të ri për shoqërinë. Si funksionon gjëja në përgjithësi? Nëse në përgjithësi gjëja funksionon që vjera është e re, për shembull e themi, dhe mund të bëj ajo, mund të ofroj shërbime, bravo, dhe shumë mirë dhe ashtu bëhet. Përderisa nusja është në punë, përderisa nusja mund të ketë angazhime të tjera jashtë shtëpisë, domethënë. Pra nuk kemi të bëjmë këtu me një pozicion të një le të themi gruaja e cila pret që çdo gjë të bëhet gati dhe rrin aty gjithë ditën kot se do të vi nusja të bëj punët. Kjo nuk është normale. Po edhe e tjetra nuk është normale që gruaja të jetë nusja, pra le të jetë në shtëpi, edhe mos bëj asgjë dhe të presi që t'i bëj vjera. Në momentin që palët, domethënë, e shohin gjën kështu, atëherë nuk ka më hajër. Po gjithsecila prej tyre, domethënë, të bëj atë që mund të bëj, pa e sforcuar veten. Sepse Zoti thotë, nuk e ngarkon Allahu njeriu te mundësive të tij. Pra në fund fare, nusja ka mundësi me bërë, ai sa ka mundësi dhe duhet të bëj, po edhe vjera ka mundësi të bëj diçka, duhet të bëj. Unë di vjera për shembull që qysh në pikë mjesit kur çohen merren me punë të shtëpisë, edhe pse nuk la kërkon kush, po e kanë natyrën e tillë që s'mund ta lejnë shtëpinë, le të themi rrëmuja, po edhe kështu. Po di njëkohësisht edhe motra besimtare, pra ose nuse, të cilat domethënë edhe pse ikin punë e lejnë çdo gjë gati dhe kur vinë, domethënë merren me çdo gjë. Pra ka raste shumë të mira dhe shembuj shumë të mirë që duhen marrë si model. Dhe unë them gjithmonë kemi një traditë të mrekullueshme që ndoshta mund të duket si demode për kohën që jetojmë, për trendin që ka shoqëria dhe që aspiron, po unë mendoj që është një traditë e mrekullueshme që është mirë mos ta humbim. Pra ku nusja dhe vjera bashkëpunojnë me njëra tjetrën, i bëjnë punët bashkë, i ndajnë gjërat bashkë dhe nuk ka detyra të ndara. Pra ndonjëherë kjo bën më shumë se sa kjo, se e sheh që është më e lodhur edhe si ka pas mundësit, ndonjëherë bën kjo tjetra më shumë se sa kjo sepse e din që ka pas shqetësime etj dhe kështu i bëjnë gjërat bashkë. Çfarë ndodh nëse do të funksionojnë në këtë formë? Rriten fëmijët dhe shohin, do të thonë një lloj le të themi bashkëpunimi dhe harmonie në familje dhe do të vazhdojë fryma të trashëgohet.